Mësimi ynë është i bazuar te ky kapitull. Në veçanërisht vargu 45, që ne lexuam së bashku. Jezusi i bëri një prezantim interesant dishepujve të tij duke thënë, shiko, nuk duhet të ndodh midis jush kjo, që dikush të jetë i madh, dikush të jetë i vogël. Por ai që do të jetë i pari duhet të jetë shërbëtori i zi. Edhe biri i njeriut, pra ai po fliste për veten e tij. Unë tha kam ardhur për të shërbyer, nuk kam ardhur që të më shërbejnë. Kjo është dhe ajo thirrja që Perëndia na bën edhe sot në këtë ditë ku ndodhe. Na thret që neve të mund të shërbejmë. Mblidhemi si kishë së bashku. Por gjithashtu ne duhet kemi parasysh që kisha ka ato cilësitë e veta ose karakteristikat e veta ose gjithashtu ka dhe detyrat e vet për gjithë secilin prej nesh. Ne nuk jemi thirrur që të vim vetëm fatkeqësisht që ndodh shpesh. Ne nuk jemi thirrur që të jemi vetëm të diel. Si të krishterë. Shpesh shumë njerëz e ngatërrojnë këtë gjë. Edhe thonë që të jesh i krishter, të jesh i krishter do të thotë ti të vish të diel. Është ajo thënie që thonë nëse ti do të futesh do të rrish në një kotet pule, kjo nuk të bën ty një pulë. Shpesh njerëzit e ngatërrojnë këtë gjë dhe qoftë për çdo lloj besimi të mundshëm, njerëzit e ngatërrojnë angazhimin, përfshirjen, detyrën që gjithë secili duhet të ketë, që të jetë i tillë. Për shembull, neve e dim që dhe marrëdhënia në çift është shumë e rëndësishme dhe ka përgjegjësitë e vet. Apo. Pra, që të bëhesh prind mund të është e lehtë, është një proces, por gjithashtu që të vazhdosh të qëndrosh prind, ti duhet të marrësh përgjegjësitë e tua, që duhet të kujdesesh, ti duhet të shkosh në punë, të punosh, të sigurosh për familjen tënde, për fëmijët. E njëjta gjë është edhe përgjegjësia yte si një krishter. Në mënyrë që ti të quhesh biri i Perëndis, të quhesh i shpëtuar prej Perëndis, ti duhet të kesh përgjegjësitë tona. Unë kam frikë që unë kam dështuar, edhe mund të them që kam dështuar me sukses në delegimin e përgjegjësive të gjithë secilit, sepse shpesh herë neve e kemi bërë, më thënë, këtë detyrën e të krishterit si të qenit në vetëm të ardhur. Por ndonjëherë ngushëlloj veten edhe them kjo është një smundje globale. Që edhe në kisha të tjera ka angazhime, domethënë ka njerëz ose shumica e njerëzve besojnë që të jesh i krishter ose të jesh ndjekës i Krishtit, mjafton që ti të vish dhe të ulesh, të marrësh pjesë të dielën në adhurim, të rrish urt, të dëgjosh atë çfarë ka për të thënë predikues, edhe të vazhdosh me ditën tënde, edhe të vazhdosh me javën tënde. Por e vërteta është ndryshe. Shumë nga dishepujt e Jezusit në atë kohë nuk e kuptonin se çfarë do të thotë. Madje, siç lexuam bijtë e Zebedeu, Gjoni dhe Jakobi, mendonin që kur Jezusi thoshte do të vi mbretëria e Perëndis, do të vi mbi tokë, ata po mendonin për diçka fizike. Sepse nga që ishin të pushtuar nga Roma, nga Perëndoria Romake, ata mendonin që më në fund ne kemi një mbret, po vjen një mbret i jon që do të arrëzoj Perëndorinë Romake.
Atëherë Gjoni dhe Jakobi menduan që tani është momenti që neve duhet i kërkojmë Jezusit që neve të na uli një në të majt e një në të djathën e tij, në lavdinë e tij, pra në fronin, në kryesor. Pra ata duhet ishin një e majta, një e djathta e Jezus. Dhe Jezusi që i shpjegon, neve e lexuam nga teksti, vargu 38 thot, ju nuk dini çfarë kërkoni, a mund të pini ju kupën që pi unë dhe të pakëzoheni me pakëzimin që pakëzohem unë? Ata i thanë, po mundet. Dhe Jezusi i tha, vërtet, ju do të pini, ju do të pini kupën që unë po pi dhe do të pakëzoheni me atë pakëzimin të cilin pakëzohem. Por do t'jetë më vonë. Do t'jetë mbasi Jezusi është kryqëzuar, mbasi Jezusi është ringjallur, mbasi ata dishepujt morën frymën e shenjtë, neve lexojmë tek Veprat kapitulli 2, që ata ju hapën syt, ju hap mendja që të kuptonin sakrificën që Perëndia kishte bërë. Dhe në ato momente ata ishin të gatshëm që të mund që të ndiqnin Jezusin deri në sakrificë, deri në një sakrificë vetë ju. Pra që unë jam i gatshëm të vdes për Perëndin. Edhe Jezusi vazhdon akoma dhe i thot se këta çuna po thoshin o Zot, po neve shifshin. Te vargu 28, filloi të thoshte, ja ne lëm çdo gjë dhe të ndoqë. Jo, thot Jezusi. Nuk më keni lënë plotësisht. Sa prej nesh neve themi që ne ça bëj që jam i krishterë dhe mund nuk, domethënë nuk ma lejon ajo ndërgjegja ime si krishter që të bëj x gjë. E ndërkohë që bën gjëra të tjera. Kur kemi gjëra të tjera që na interesojnë, neve justifikojmë edhe veten tonë me ato, me ndonjë varg tjetër biblik. Por e vërteta është që asnjëri prej nesh nuk është sakrifikuar, nuk e ka dhënë maksimumin e vet. Ne në fillim të kemi tek vargjet, duke filluar nga vargu 17 këtu tek Marku, kemi një pjesë tjetër interesante. Ishte dikush që mbante ligjet e Mojsiut. Dhe Jezusi i tha, ti një urdhërimet, vargu 19, mos shkel kurorën, mos vrith, mos vith, mos bëj dëshmi të rreme, mos mashtro, ndero atin tënd dhe nënën tënd. Dhe ai duke përgjigjur, mësues, të gjitha këto e kam ruajtur që nga fëmijëria ime. I kam bërë check, domethënë që i kam bërë 100%. Është si puna nxënësve që shkojnë dhe japin provimin që të gjitha pyetjet i kemi plotësuar. Jam bërë 100%. Por Jezusi thot, ka dhe një pyetje që është përfundimtare. Në mënyrë që ti mund ta marrësh provimin plotësisht, është të shesësh gjithçka tënd. Edhe ai jam ndiq mua. Edhe ai kur i dëshpëruar. Sepse nuk donte të shiste. Ajo çfarë në fakt çfarë Jezusi po përpiqesh ti thoshte atij personi, sepse ai e shpjegon më vonë. Në qoftë se neve vendosim pasurinë të parë, anën materiale të parë, ne nuk i përkasim mbretërisë Perëndis. Jezusi thot, do të jetë më e lehtë që të hyjë një kamel, thot, një deve thot, në brymën e gjilpërës. Ata në kjo bryma e gjilpërës ishte interesante sepse në atë kohë kishin kur hyje tek si thua te sinagogat e qytetit këtyre, ta kishin portën e madhe, që aty mund kalonin harroka, njerëz në turma të hynin. Ndërkohë që kishin një gjilpër, një kështu një derë shumë të vogël që mund të hynte një person ose kështu po vetëm një person. Edhe kur donin që të kontrollonin, që të kontrollonin njerëzit hynin aty. Edhe njerëzit e kishin quajtur këtë
si bryma e gjilperës, dhe më thënë që do hysh në brymën e gjilperës tani që të kontrollohesh. Edhe kur Jezus i thaj që dhe më e lehtë do t'jetë për devën që të hyjë tek ajo derë, edhe pse është shumë e ngushtë, se sa një person të vinë në mbretërinë e Perëndis, të jetë në parajs. Edhe shumë njerëz pikërisht të gjë bëjnë. Ndonjëherë unë pyes veten si ta them në një mënyrë që vllazëria ta kuptoj rëndësinë e mbretërisë së Perëndis. Që Perëndia e ka shumë seriozisht këtë gjë. E ka shumë seriozisht sepse Zoti ka dhënë birin e tij në mënyrë që ne të kemi përjetësi. Kemi Abrahamin. Abrahamin, mas 100 vjetësh, Abrahami bëri fëmijë. Ishte 100 vjeç. Edhe mbasi kur ai ishte 10-12 vjeç, Perëndia i tha, domethënë Abrahami ka qenë 112 vjeç. Abrahamit Zoti i tha, shko, merre Isakun dhe ngjitu lart në mal dhe do ofrosh një sakrificë. Dhe kur shkoi atje vetëm djalin merr. Dhe kur shkoi atje tha, djali jot është sakrificë. Pra, atë do të sakrifikosh. Dhe Abrahami ishte gati që të bënte pikërisht atë gjë. Por imagjinoni te ky moment që Perëndia të na thot ne merr dhe sakrifiko djalin. Qofse do të tregosh që ti mua më do, më beson, më betësish 100%, merre djalin. Pra ne do ta konsideronim diçka shumë të rëndësishme, apo jo? Madje mund edhe të rrifnim njerëzit, nëse nuk do beson. Ec marrë dhe fut ose brava. Unë kam fatbuar se në gjakun e fëmijësi. Ti më thua mua nuk besoj? Pra, Perëndia e la edhe i tha Abrahamit, jo, tha, nuk do të ofrosh ti, tha, birin tënd, apo unë do të siguroj. Dhe i tha dash. Por më vonë neve mësoj për çfarë sakrificëve po fliste Perëndia. Dhe po fliste për Jezus. Dhe këtu te kapitulli 10 neve mësojmë që Jezus si po i përgatit ata dhe i tha, shiko, tha, kur shkojmë në Jerusalem, tha, kjo gjë do të ndodhi. Po mos u mërzisni ta se dita e tretë unë do ngjallen përsëri. Pra për njerëz normal kjo nuk është pa imagjinues. Po Romi, shiko, unë do vdes, po pas këtij ditësh jam prapë. Po këtu po flasim pikërisht për birin e Perëndis, që Perëndia ka siguruar, e ka ofruar si sakrificë për gjithë secilin për ne. Dhe Perëndia na thërret pikërisht për këtë gjë sot. Të shërbejmë, jo që të vim në detyrë për të shërbyer. Pra të qenit i krishterë të jep privilegjin që të quhesh biri i Perëndis, të jep privilegjin që të quhesh biri i Perëndis duke pagzuar, edhe duke marrë dhuratën e frymës së shenjtë. Perëndia na jep këtë bekim. Por Perëndia nuk e le aty. Unë nuk desha, thot Perëndia, që ti të vish të dielën, edhe të hulesh aty dhe të rrish urtë dhe të dëgjosh. Ose pse vish kur të kesh kohë. Kur ta kesh ti më mirë. Perëndia dëshiron që ne të jemi të krishterë edhe të quhemi bijtë e Perëndis kur dalim nga kjo derë. Kur neve i shërbejmë njerëzve atje jashtë. Edhe kur vim këtu, në fakt, mbledhja së bashku si të krishterë do të ishte qofse neve do të vinim dhe do të ndanim histori, inkurajimi për njëri tjetër. Shiko, unë i shërbeva atij njeriu. Edhe ai falenderoi Zotin. Neve këtu shikojmë që Jezusi gjatë rrugës duke ecur mësonte, i shërbente njerëz. Një i verbër i thirrri Jezusit, biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Edhe ata i thonin, pusho, qepe, mos fol, mos na e bezdis mësuesin. Edhe e vërtiste akoma më shumë. Biri i Davidit, më dëgjo, më shpëto. E dini ku është e bukura jonë?
E bukur ajo është që neve atëherë ku kemi nevojë në të vërtetë që duam me patjetër atë gjë, nuk ka gjë që të na ndalojë. Por fakti është që ne nuk e se duam 100% diçka. Ne keq ta them këtë, po ne gjithë secili për nesh e kemi këtë moment. Ne nuk duhet të jemi që sot të kalova provimin se shkova në kish, përpara Zotit, që dua unë, thot Zoti, të lloj sakrifice, kur mendja jote dhe zemra jote është diku tjetër. Është pikërisht se çfarë do bani, çfarë do bëjmë. Më falni, jo çfarë do bani, po çfarë do bëjmë, se gjithë lloje. Çfarë do bëjmë mbas kësaj kohe. Shumë prej nesh mund të shikojnë edhe orën, sa shumë e zjatë, por ama një gjë është e sigurt. Kur ne kemi nevojë për diçka, ose kur e kuptojmë që kemi nevojë për diçka, neve bëjmë maksimumin ton për ta gjetur. Apo jo, kemi probleme shëndetësore. Është një lloj ilaçi, një lloj që shitet në Angli, do gjejmë në Europë atje. Është një ilaç që diçka që shitet në Amerikë, ata i kanë ilaçet e mira, edhe atje do ta gjejmë. Por akoma më mirë që mundësitë janë më ndryshe akoma tani, se mjafton që ta porosisësh dhe nëpërmjet internetit dhe të vjen. Por ama bën pamundur për ta gjetur apo. Perëndia ynë në fakt është shumë pranë, është shumë afër. Zoti na thot tek Veprat e Apostujve që Perëndia, gjithsecili prej jush ka lindur në kohën e duhur, në vendin e duhur, për të njohur Perëndin. Megjithse Perëndia nuk është larg. Neve largohemi vetë nga Perëndia, me sjelljen tonë, me qëndrimin tonë. Tani është koha, tani është momenti që neve të ndryshojmë sjelljen tonë, të shërbejmë Zotit me një mendje dhe me një zemër të përullur. Le mos ta harrojmë këtë gjë. Sepse ashtu siç e keni vënë re kur ju pyesin kujt i je, që thua jam X-it e Y-it, po shpesh herë kur të pyesin se që ndjen një lloj peshe, mbi shpatullat e tua, ndërsa je duke i thënë X-it që po të pyet për kujt i je. Ose do të thot e para, ose do të thot që ai ka qenë 100%, ose do thot që un kam shumë respekt për atë, ka qenë ose është burr zotni, ose do thot për ty pastaj që bravo të qoftë se pasa edukuar një fëmijë, një person me karakter të fortë, ose do thot po ti e fliqe baban ta, ti nuk je biri filan. Se unë nuk e njoh kështu. Pra, kur vjen edhe të pyesin për të tilla gjëra, ti ndihesh me ndjenat e bardha. Imagjino kur të pyesin ç'a besimi je. A je i krishterë? Unë për vete personalisht besoj që Bibla është fjala e Perëndisë së vet. Është e imja, të besoj unë. Unë besoj që Jezusi është biri i Perëndisë, ai u kryqëzua dhe u ringjall. Dhe në mënyrë që të kem, që të quhen biri i Zotit, biri i Perëndisë, që të kem përjetësinë me ta, unë duhet të pagëzoj në ujë, domethënë që të vdes dhe të ringjall, dhe do të marr dhuratën e frymës. Unë këtë gjë besoj. Dhe kjo është e vërteta që ne mbartim një shpatullat tona kur neve themi që jemi të krishterë, që themi që jemi ndjekës të Krishtit. Është koha që neve të veprojmë me veprat tona, me sjelljen tonë, duke shërbyer njëri tjetrin, duke ndihmuar njëri tjetrin, duke bekuar njëri tjetrin. Ne mos jetë kjo kohë së dielës vetëm thjesht të ulemi në karrikë, por është një kohë ku gjithë të sakrifikojmë që të vijmë, se kjo është më e pakta që mund të bëjmë. Që të sakrifikojmë që të vijmë dhe të adhurojmë Zotin së bashku. Të inkurajojmë njëri tjetrin në Zotin dhe për Zotin.